Dy zemra në të njëjtën stuhi. Mbrëmjen kur i dashuri i tyre doli nga shtëpia, dritat e Big Brotherit dukeshin më të ftohta se zakonisht. Alba dhe Dolce qëndronin të ulura në divan, të kapura dorë për dore, sikur po mbanin njëra tjetrën që të mos rrëzoheshin. Eliminimi i Limit kishte hapur një boshllëk të madh, por njëkohësisht kishte afruar ato të dyja më shumë se kurrë. E dija që do vinte kjo ditë, tha Dolce me zë të ulët. Por se dija që do më dhemte kaq. Alba e shtrëngoi më fort. Nuk je vetëm. As unë nuk jam. Kamerat i ndiqnin çdo lëvizje, por ato nuk po mendonin për publikun. Po mendonin për botën jashtë, për premtimet që kishin bërë me Limit, për planin e pushimeve në Maldive që dukej si ëndër e largët. Afërsia që nuk fshihej më. Ditët pas eliminimit u mbushën me momente të vogla, puthje të lehta në faqe, përqafime të gjata në mëngjes, shtrëngime duarsh kur debatet e shtëpisë bëheshin të ashpra. Banorët filluan t'i shihnin si një dyshe të pandashme. Mira, i tha Albës. Kur je me Dolcen dukesh më e qetë. Sepse ajo më kupton pa folur, u përgjigj Alba. Në dhomën e gjumit, para se të flinin, shpesh bisedonin për jetën jashtë. Limi na ka premtuar Maldive, ç'është Dolce. Do rrim në rër, larg gjithë kësaj çmendurie. Dhe do ham 3 leçe çdo ditë, ja kthente Alba me humor, duke u përpjekur ta kthente dhimbjen në shpresë. Shtëpia përçahet. Por jo të gjithë e shihnin afrimin e tyre me sy të mirë. Disa i quanin strategji, të tjerë lojë emocionesh. Arbeni komentoi. Këto po bëjnë qift për vota. Suanita i u kthye. Edhe nëse është ndjenjë e vërtet, pse ju pengon? Alba nuk donte të luftonte më me askën. Ajo thjesht donte të mbjetonte ditët pa Limit dhe prania e Dolces ishte i vetmi vend ku ndjehej e sigurt. Kujtimet me Limit. Një mbrëmje produksioni transmetoi klip me momentet e Limit brenda shtëpisë. Të dyja u përlotën. Ai na ka lënë një amanet, tha Dolce. Me qenë të forta deri në fund. Alba tundi kokën. Kur të dalim, do. Shkojmë të tre në ato pushime. Do e mbyllim këtë kapitull bukur. Ideja e Maldiveve u kthye në simbol shprese, det i kaltër, muzikë, ëmbëlsira, 3 leçe në tavolinë dhe qetësi larg kamerave. Puthjet që flisnin më shumë se fjalët. Në netët e gjata të shtëpisë, kur dritat zbeheshin, ato afroheshin pa frikë. Nuk kishte nevojë për deklarata të mëdha, mjaftonte një puthje e butë, një përqafim ku dëgjohej frymëmarrja e njëra tjetrës. Po na gjykojnë, tha Alba një herë. Le të gjykojnë, i u përgjigj Dolce. Ne po jetojmë momentin ton. Dhe momenti i tyre dukej më i vërtet se çdo strategji loje. Ëndra jashtë mureve. Sa më shumë afrohej finalja, aq më shumë flisnin për jetën pas spektaklit. E imagjinon ditën kur do dalim të dyja dhe do na pres Limi në aeroport, pyeti Dolce. Do qeshim me gjithë këto që po kalojmë tani. Alba buzëqeshi. Unë dua vetëm paqe, det dhe njerëzit që dua. Trileqja u bë shaka e tyre private, do e festojmë çdo fitore me një copë trileqe, thoshin. Akuza që ndezi zjarrin. Shtëpia atë ditë dukej e qetë vetëm në sipërfaqe. Pas primejit të fundit nervat ishin të tendosura dhe secili kërkonte një arsye të vogël për të shpërthyer. Në obor po pijej kafe, kur Labinoti nisi të fliste me tonin për sjelljet e banorëve. Benita po kalonte pranë tyre dhe dëgjoi emrin e vet. Ti hyre në breg tonit sa po erdhi në shtëpi, tha Labinoti me zë që u dëgjua qartë. Mos u bëj sikur je Angel. Krejt e dim çfarë ke bërë me të. Fjalët ranë si shuplak në ajër. Toni u ngrit me njëherë. Mos fol në emrin tim, o burr. Këto janë trillime. Benita u kthye ngadalë, fytyra i ishte bërë akull. Përsërite edhe një herë, tha me zë të ulët. Shpërthimi. Labinoti, i kapluar nga inati i ditëve të fundit, nuk u tërhoq. Thash atë që di. Mos luaj viktimën. Benita shpërtheu. Jetu më shpiv gjëra të turpshme para krejt vendit. Po më prek aty ku nuk duroj. Mira dhe Eliona u futën mes tyre. Qetësohuni, po e teproni, thërrisnin. Por fjala kishte dalë dhe nuk kthehej më. Shtëpia merr flak. Banorët u mblodhen rreth tyre. Disa kërkonin sqarim, të tjerë vetëm spektakël.
Arbeni tha. Këto janë akuzat të rënda, nuk hidhen kështu. Suanita mbrojti Benitën. Asnjë grua nuk meriton me ju përfol trupi në këtë mënyrë. Labinoti këmbëngulte. Unë s'po shpif, po flas për çfarë kam parë. Benita po dridhej. Ti po më njollo si njeri, jo si lojtare. Kjo nuk është lojë. Dhoma e rrëfimit, zëri i brendshëm. Benita u thirr e para. U ul para kamerës me lot në sy. Unë kam hyrë këtu me dinjitet. Mund të kem gabime, por askush s'ka të drejtë të më shpall publikisht si diçka që s'jam. Familja ime po më sheh. Nëna ime po më sheh. Fjalët i dilnin me vështirësi. Kur një burr flet kështu për një grua, nuk është debat, është dhunë me fjalë. Versioni i Labinotit. Edhe ai u përball me kamerën. Ndoshta e teprova me formulimin, pranoj. Por këtu të gjithë bëjnë strategji me afërsi. Unë s'desha me e poshtëru, veç me e nxjerr të vërtetën time. Produksioni e paralajmëroi rrept për gjuhë denigruese dhe për hapje thashethemesh intime. Toni në mes të stuhisë. Më i sikletosur ishte Toni, emri i të cilit u përdor si armë. Mes meje dhe Benitës s'ka pas asgjë të tillë, tha para të gjithëve. Mos më përdorni për me e godit një grua. Kjo fjali i dha Benitës pak forcë. Përballja e mbrëmjes. Në darkë konflikti u rihap. Benita, ti po më heq dinjitetin për disa vota. Labinoti, nuk jam unë fajtor për mënyrën si sillesh. Benita u ngrit në këmbë. Mos guxo më kur me ma përmend trupin e jetën time. Kufiri mbaron këtu. Zëri i Bigut ndërhyri sërish. Banor, ndaloni gjuhën fyese dhe akuzat personale. Pasojat emocionale. Ditët në vijim Benita u mbyll në vetvete. Shpesh rrinte vetëm në obor. Po më vret turpi që ma vuri në shpinë, i tha mirës. Edhe nëse e di që s'është e vërtet, fjala mbetet. Labinoti filloi ta ndjente presionin e izolimin. Disa banor ju larguan duke e parë si nxitës të pos. Përplasja që e ndali shtëpinë. Ishte pasdite e rënë, nga ato ditë kur nervat në shtëpinë e Big Brotherit duken sikur ecin mbi fije. Banorët kishin kaluar një javë të mbushur me debate, klipet e spektaklit i kishin ekspozuar të gjithë, dhe askush nuk po duronte më as shumën e lugës në filxhan. Benita po rrinte në kuzhinë me një filxhan kafeje që nuk po e pinte. Labinoti po fliste me disa banor të tjerë për një histori nga jashtë, një temë që produksioni e kishte shpallur të ndaluar. Ajo e dëgjoi fjalinë e tij dhe i hipi gjaku në kokë. Mos i përmend ato gjëra këtu brenda, i tha me ton të prerë. Këto s'lejohen. Labinoti qeshi me përbuzje. Mos më bëj ti moral mua. Fjalët u përplasën në ajër si dy gur. Shkëndia e parë. Benita u afrua më pranë. Sytë i ishin mbushur me një lloj nervi që nuk ishte vetëm për rregullat e lojës, por për shumë ditë të grumbulluara. Ti gjithmonë flet çfarë s'duhet. Mendon se je i paprekshëm, tha ajo. Jam 42 vjeç, di çfarë flas, iu përgjigj ai me ton sfidues. Ajo shpërtheu. Ke 42 vjet në byth dhe sillesh si fëmijë. Në kuzhinë ra heshtja. Disa banor u ngrin, të tjerë u përpoqën të qeshnin me siklet. Por askush nuk qeshi vërtet. Fjalët kishin kaluar kufirin. Labinoti u skuq. Mos ma përmend moshën as bythën, kujt po i flet ti, tha me zë të ngritur. Përplasja verbale. Debati u ndez si zjarr në bar të thatë. Benita, po të flas ty, se po shkel çdo rregull. Labinoti, ti je e para që provokon. Benita, provokim është me rreziku krejt shtëpinë për llafet e tua. Banorët filluan të ndërhyjnë. Mira e kapi Benitën nga krahu. Qetësohu, mos e ço deri aty. Arbeni i doli para Labinotit. Vëlla, mbylle me kaq. Por kur krenaria merr fjalën, arsyeja largohet. Momenti i gabuar. Labinoti bëri një hap drejt saj dhe tha. Ti s'më jep urdhra mua, kupton? Benita e humbi kontrollin. Dora i u ngrit vetvetiu dhe një grusht i nxituar i preku shpatullën. Nuk ishte goditje për të lënduar rënë, por mjaftoi për ta kë. Thyer situatën në alarm. Mos më prek, bërtiti ai.
Në sekond produksioni ndërhyri nga altoparlanti. Banor, distancë menjëherë. Kaosi i shkurtër. Disa banor e tërhoqën Benitën prapa. Ajo po dridhej. Unë zdesha me e gjuajt përsëriste. Po më çmendi me ato fjalë. Labinoti ecte rreth e rrotull me duar në kokë. Kjo është e papranueshme. Këtu zguxon me prek askënd. Atmosfera u bë e rëndë si plumë. Kamerat fokusonin fytyrat e zverdhura. Loja kishte kaluar në vijë të kuqe. Dhoma e rrëfimit. Produksioni i thiri të dy veç e veç. Benita u ul në koltuk dhe filloi të qaj. E di që gabova. U ndjeva e poshtëruar. Fjalët e tij më prekën në sedër dhe shpërtheva. Nuk jam njeri i dhunës. Zëri i Big UT ishte i ftohtë. Çdo akt fizik është shkelje e rënë. Kjo shtëpi zgjidh konfliktet me fjalë, jo me grushte. Edhe Labinoti u paralajmërua për gjuhën provokuese dhe përmendjen e temave të ndaluara. Reagimet e shtëpisë. Banorët u ndanë në mendime. Mira tha. Benita ga.